Kryeministri Edi Rama ka ndërmarrë një riformatim të rëndësishëm të kabinetit qeveritar gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, duke prekur disa nga postet kyçe të ekzekutivit. Ndryshimi më i spikatur është emërimi i Albana Koçiu në detyrën e zëvendës kryeministres. Ajo zëvendëson Belinda Ballukun, e cila largohet jo vetëm nga ky post, por edhe nga drejtimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës. Në krye të kësaj ministrie emërohet Enea Karakaçi, i cili merr përgjegjësinë për një nga sektorët më strategjik të vendit. Ndryshime ka edhe në diplomaci. Në krye të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme vendoset Ferit Hoxha, ish ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Emërimi i tij shihet si një lëvizje që synon forcimin e profilit ndërkombëtar të vendit në një moment sfidash diplomatike. Rokada vijon edhe në sektorin e drejtësisë dhe sigurisë. Besfort Lamallari largohet nga drejtimi i Ministrisë së Drejtësisë për të marrë postin e ministrit të brendshëm, ndërsa në krye të Ministrisë së Drejtësisë emërohet Toni Gogu. Në një kohë kur reformat në sistemin e drejtësisë mbeten në fokusin e debatit publik. Po ashtu Eriona Ismaili merr detyrën e ministres për marrëdhëniet me parlamentin, një rol kyç në koordinimin mes qeverisë dhe kuvendit. Këto ndryshime prekin disa nga postet më të rëndësishme të qeverisë dhe pritet të hyjnë në fuqi pas përfundimit të procedurave përkatëse parlamentare, duke sinjalizuar një fazë të re në drejtimin e ekzekutiv të vendit.